Në fshatin Pishkash të Prinjasit jeton nën Çelnikja, një nënë e vetme që përballon çdo ditë sfidat e jetës me dy vajzat e saj të sëmura. Pas shembjes së banesës së tyre disa vite më parë, ato janë strehuar në një ish repart ushtarak në kushte të papërshtatshme për jetesën. Repart ushtarak, po këtu filloi fundi që po priqin. Edhe unë këtu nana dhe burri shkret ka gjetur veç e faqat e murit. Këto dritare e dyer mua më kanë ndihmuar Mileti, që unë mi 5-6 vit kom netu dritaret me çadra edhe me plasmas. S'kishe rrugdalje, se i thoshe 2 fëmijë të mush. Nona i vinje në për spitalet, ra pasaj mu smurë edhe burri, edhe s'ma ngriti kokën mua burri, gjeshta, iku. Edhe këtu me kë jeton? Me kohë, këtu. Këtu me kë jeton tani? Veqe me 2 goca sëmura. Një qik mos kem drita, nona do lajmoj kunetrit, edhe i thom që a kini drita apo jo. Se unë kom bërë kërkesën, se mua mosh thyer një shtyllë, nuk o shemur, po në atë kohë ku i kishe burrin mirë, burri mlidhte lagjen edhe e ngrinte vetë shtyllën. Një men, o kthye shtylla, unë bëra kërkesën, njeri nuk erdhi që ta marri munimin. Mungesa e ngrohjes e ujë të pishëm dhe kushteve higjienike e bën jetën e tyre të përditshme një betejë për mbijetesë. Vajzat e nën Çelnikës vuajnë nga problemet shëndetësore që kërkojnë kujdes të vazhdueshëm mjekësor, por mungesa e të ardhurave dhe mbështetja institucionale e bën këtë gjë të pamundur. S'kam të ardhur as me një qosh. Ra burri vdiq 70.000 lek mora, 77.000 mora, të tim. Marri dhe fëmijët që në 93.000, shtua 9.000 lek nga 2.000 lek, u shkoj një 100.000 lek, nona më 2-3, nona shko në urgjencë. Që unë roj me i bret. Pavarësisht vështirësive, kjo nënë e fortë nuk ka reshtur se luftuari për mirëqenjen e fëmijëve të saj. Apeli i nënës është kush ka mundësi t'i vijë në ndihmë.